Grupi i këshilltarëve komunal të Aleancës Kombëtare për Integrim Tetov ka njoftuar se më 10 shkurt 2026 ka dorëzuar kërkesë për qasje në informata me karakter publik lidhur me projektin e vazhdimit të bulevardit industrial nga kazerma deri në fshatin Poroj. Sipas përgjigjes zyrtare të komunës së Tetovës, rruga është lëshuar në përdorim pa u kryer pranimi teknik. Nga Aleanca Kombëtare për Integrim Tetov theksojnë se bëhet fjalë për një rrugë e cila është hapur për qarkullim pa verifikim teknik dhe pa garanci sigurie. Ata paralajmërojnë se segmenti lëshuar më herët tashmë ka dëmtime të dukshme dhe kërkojnë revizion të plotë dhe të pavarur të punimeve, ndërsa njoftojnë se në ditët në vijim do të parashtrojnë kallëzim penal në Prokurorinë Themelore Tetov. Përgjigjja zyrtare e komunës së Tetovës konfirmon se kjo rrugë është lëshuar në përdorim pa kryer pranim teknik. Kjo do të thotë se një projekt prej afro 2.5 milion eurosh i financuar me paratë taksa paguese tetovar është hapur për qarkullim pa verifikim teknik dhe pa garanci sigurie. Kjo është vepër e rëndë penale dhe rrezik i drejt për drejt për qytetarët. Situata bëhet edhe më shqetësuese kur shohim se segmenti i lëshuar më herët tashmë paraqet dëmtime të dukshme që ngre dyshime serioze për cilësinë e punimeve dhe për keq menaxhimin e mjeteve publike. Ne kërkojmë revizion të plotë dhe të pavarur për të verifikuar nëse punimet janë kryer sipas specifikacionit teknik dhe sipas kontratës. Nga komuna e Tetovës thonë se bulevardi V.S. Bato është lëshuar në përdorim konform rregullave dhe ligjeve. Sa i përket dëmtimit të rrugës, zëdhënësja e komunës së Tetovës Besarta Ramadani thotë se kompania që i kryen punimet e ka për obligim që të sanojë çdo lloj dëmtimi që mund të shfaqet deri në përfundimin e të rëndësishëm të këtij projekti. Për momentin në këtë segment rrugor është në fazë realizimi i trotuarit dhe përderisa punimet janë ende duke u zhvilluar, nuk mund të bëhet pranim teknik i tij. Ky është një standard i zakonshëm procedural që zbatohet për çdo projekt infrastrukturor. Deri në përfundimin e plotë të punimeve, përgjegjësia për mirëmbajtjen dhe sanimin e çdo pjese të dëmtuar mbetet obligim kontraktual i kompanisë realizuese. Institucionet komunale janë në monitorim të vazhdueshëm të dinamikës së punimeve dhe do të veprojnë konform kompetencave ligjore vetëm pas përfundimit dhe pranimit teknik të projektit. Pretendimet e ngritura nga opozita janë të pabazuara dhe nuk qëndrojnë përballë faktit se projekti është duke u realizuar në terren. Përgjegjësitë janë të qarta dhe të ndara sipas kontratës dhe ligjit. Në muajin dhjetor, bulevardi u hap për qarkullim me qëllim lehtësimin e komunikacionit gjatë ardhjes së mërgjimtarëve, duke pasur parasysh fluksin e shtuar të automjeteve në atë periudhë. Sipas informacioneve që siguroi televizioni Koha, me lëshimin në përdorim të pjesës së re të bulevardit V.S. Bato, është reduktuar për 35% qarkullimi në rrugën kryesore që të shpije në qytet nga magjistralja Jazhinc Tetov.